segmenti S&P 500 Nasdaq dhe ca aksione, ka variacione të tjera këtu, dhe pastaj do flasim dhe për madrat. Do të mbulem pak si shpejt që ta mbullim me ku është tani S&P. Okej. Ka një farë dallimi këtu midis S&P-s dhe kriptos. 3 ditë të fundit S&P nuk është që ka lëvizur shumë. Prap, gjen një farë rezistence te 5.700 ca, 5.650. Nuk ka lëvizur me atë euforinë blerje që ka pasur kripto, Bitcoini, Ethereum dhe të tjerat. Do të thotë që tregu i aksioneve nuk është aq euforik, nuk ka themi dëshirë nga investitorët të blihet, nuk ka atë që thotë edhe Irdi që institucionet ndoshta nuk po e blejnë. Kurse kripto ka euforinë e retail traders që kanë pritur një shpërthim dhe shoqëri që i erdhi dhe po fusin gjithë kapitalin aty. Kush është i zgjut dhe di të dalin dhe të hyjë në momentet e duhura fiton, ai që nuk di do mbasi edhe në këtë val. Kjo është momenti këtu, nuk ka ndonjë analist veçantë këtu, kemi një rritje për më lart, rezistencë te 5800, një rebound dhe pastaj shkojmë për më lart, ose dip deri te 5400. Këto janë dy variante që kemi. Dhe aktualisht do marr edhe këtë analizën tjetër që është thyrja nga kjo zona deri te double bottom. Dhe kjo është një skenar tjetër që unë kam e themi në menjën time që mund të ndodhe. Nasdaq Jo, problemi me S&P edhe Nasdaq, jetë analizë vlerë, është që kemi pasur shumë gjithë java po thjesht e flat, për që zakonisht këto javë që vi pas këto javë që janë flat, janë shumë volatile, kështu që do bërë të kujdes. Këtë javë që në vijnë. Mund tjetë. Javë që të vijnë. Okej, kemi këtë informimin këtu, Nasdaq, që të mëlem edhe Nasdaq unë shpejt, shikoni eksakt, pak shumë eksakt edhe formimi këtu, të rezistenca që ne kemi mbuluar javën e kalume, po aty kanë ndetur, i bin që në këtë lloj formimi mund na iki pak më poshtë çmimi. Pak shumë identike me S&P 500, Russell ka ngelur vend numero, pak rritje jo aq shumë se sa këto tjerë më të mëdha, sepse është më rrezikshëm investimi te small caps e kompanitë që janë në zhvillim dhe nuk kanë të ardhurat e dhura. Janë në borxh të madh, nga miliona dhe 3 miliona. Volatiliteti ka qenë në rënje, unë prisja aktualisht një rritje të volatilitetit. Nëse kur do dojë javë tjetër, ose që ka rrisur. Dy zona që kam gjetur unë të RSI-a ka qenë kjo viza këtu, shikoj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dhe viza më poshtë këtu. Te 35, 42, që kur ka RSI-a këto zona, ose pak më poshtë, pak më lartë këto zonat, kemi një rritje të volatilitetit, përputhet perfekte me rritjet. Shikoj? Kemi rritje tani. Kjo është ajo që vazhdoj të pres këtë rritje. Se është ulur shumë. Do pak një rritje. Kjo mund të jetë kjo javë që thot Irdi dhe po mundohet ta tregtojmë duke short S&P 500 këtë javë që të vi. Volatiliteti është shumë ideja tek javë mund të jetë short ose një kurs për bulleranca. Po. Është fakti nga që ndoshta kanë parë që stoqet kanë lëvizur më varë se kripto, edhe do futen me eufori, patjetër do përdorin si shike domethënë nga institucionet. Kjo është para që kemi Po. Do të shohim edhe të dhënat të tjera. Po, dhe unë para shumë atë njëri mendim që duhet të vi kjo rritje dhe do bëhet një farë kurthi, lëvizje për të futur tregtar. Okej, unë pale me kaj. Diçka tjetër që kam menduar domethënë se do kjo domethënë, sepse kur i futu kurth i ke edhe si
asaj që duan të shesin më vonë për institucionet. Kështu që kjo është double pozitive për institucionet. Po, double Sepse fitore. kur i fut në një shkrim për shembull në zonë kur institucionet duan drejt prapë pas 2 muajsh, 3 muajsh ose një viti, ata që ka ngecur ato çmime janë detyruar të shesin me humbje ose 0-0, kështu që çdo lek ngelet në institucionet edhe jetë të xhepat e tregtarëve. Po. Prandaj do të jeni shumë të kujdesshëm, mos mendoni që me pak eksperiencë do dini të traktoni dhe të jeni fitimprurës prej periudhë të shpejt ose të shkurtër, më saktë. Okej, për asetet e tjera unë traktova HUD, po hyj pak shpejt analizat e këto që kam tregtuar. HUD shikoje në vazhdimsinë këtu te kjo zona 48 deri tani kemi te 54. Shita pak të pozicionet aty. AMD kam hyrë që nga zona 99, pak plus, me shpresën që këtë javë që do vi do kemi një good earnings edhe pastaj patëm good earnings javën që kaloi, mos gaboj. AMD ka ndalë. Nvidia po doli Nvidia këtë javë, mund të kemi një shpërthim, sepse Nvidia përfshin pak a shumë gjithë tregun. Kam Teslën që e bleva, më pëlqente konsolidimi te zona 279, 70, për një thyrje dhe është në hapet e para një lëvizje për lart. Kam bler QBT-n. Pa kam bler këtu poshtë $7, tani është $7 ca, është diku te $8.50, një rritje të mirë këtu, diku te 16%. Këto kanë qenë blerët e mia të javës kaluar. Nuk kam ndonjë gjë tjetër për të ndarë këtu te stocks. Ju keni? Ja, si thash vetëm BW edhe Oxford që më ka ecur mirë, por kam që pozicione që ka pasur me kohë, nuk është se Po. ka bërë tregti. Kina pati një rënje më duket, përpara disa pati këtë rënje këtu, po vazhdon të ketë një informim si Amerika. Nuk është që kam ndonjë gjë të veçantë. DAX, që është i Gjermanisë, vazhdon rikuperimin e jashtëzakonshëm që bën gjithmonë. Tregu gjerman, nuk e di, këtë kohë të fundit ka qenë fantastik për të tregtuar, por ne kemi tregtuar një short. Ne kemi tregtuar te shorti këtu të vogël, te një orari. Ta shikoni. Kemi tregtuar televizin këtu. Ata tjetër atë. Po para se ka shumë më lart. Ajo kishte ndodhur sepse kishte dështuar motivet për formuar parlamentin atë çka të tillë. Okay. Kompletik sot edhe. Po, tani tregu aziatik besoj që do ketë një rikuperim. Ka vazhduar rikuperimi i Baba më pëlqen këto stilezet. Po. Flisem më shumë për Japonin, po dhe kinezët, Baba ishte mirë, Nio mund të kenë një lëvizje, Li pashun që ishte me interes, LI. Edhe kjo ishte te kjo zona këtu, po shikoj ona te thyrjet e kësaj zone këto te 24, 25, po nuk hyra, nuk tektova këtë. Se tregi që orientuam, treg me probleme, unë nuk marr rrezik të tepërt në këto momente.